Agjencia turistike Meke Dobërdol Gradec, si çdo vit po ashtu edhe si vjet, bën organizimin e kushtit të 5 të fesë islame Hajin. Vizat janë të siguruara nga Bashkia Islame. Organizimi prej Maqedonie për në Turqi bëhet me autobus. Gjatë qëndrimit në Turqi do të vizitohen Xhamia e Sultan Ahmetit, Hagia Sofin dhe Xhamia e Sultan Ejupit. Për shkak të situatës në Siri, udhëtimi prej Stambollit deri në Aman të Jordanisë bëhet me aeroplan. Prej Amani vazhdohet me autobus deri në Medinë, Meke dhe Anasjeltas. Hotelet në Medinë dhe Meke janë të rezervuara nga vetë Agjencia Turistike Meke Dobërdol Gradec. U bëjmë me di se të gjitha argjimet janë të siguruara nga vetë organizatori, përveç ushqimit. Hajin e si vjetëm do të udhëheq Zekiria Efendi Bajrami, imam në fshatin Gradec, dhe Afet Efendi Beadini, imam në fshatin Dobërdol. Këtë ekspedit të hajinve do të përcjell mjeku i njohur në trevat tona primarius Dr. Mahiri Seini nga fshati Forin. Regjistrimin tuaj mund të bënit në numrin e telefonit 070 709 372, si dhe 077 574 789. U bëjmë me dje se numri agjilerve është kufizuar, andaj shpejtoni të regjistroni. Regjistrimi mbaron më 10 shtator.